Dot unë nuk mund të fusim në listë në orën 9 të darkës. Po, faleminderit kryetar. Propozimi im ligjor ka të bëjë me një çështje që prek drejt për drejt 11.172 mësues të arsimit parauniversitar në Shqipëri. Shkurtimisht, të gjithë deputetët që kanë shkuar në zonat e tyre do të kenë takuar me siguri mësues të cilët ankohen për heqjen e pagës së kategorisë me një vendimarrje të qeverisë në qershor të vitit 2024. Këta mësues ishin kualifikuar. Zoti Braçe, ju i tërhoqët vëmendjen meritës kur flisnit ju, ndërsa kur flasin tjerët ju jeni pari që flisni, kështu që na lini ta prezantojmë. Paga e kategorisë që ata kishin përfituar në mënyrë të rregullt një lloj me kolegët e tyre që ishin diplomuar pas sistemit të Bolonjës, një lloj si ata që ishin diplomuar para sistemit të Bolonjës. Më lejoni që shkurtimisht t'ja u shpjegoj kolegëve se si ishte situata dhe si u transformua situata nga një vendimarrje e qeverisë dhe ministres asaj kohe Ogerta Manastirliu. Kuvendi ka miratuar në 2012 ligjin 69/2012 për arsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Më pas ka miratuar vendimi numër 175 të vitit 2017 të Këshillit të Ministrave për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi punonjësit mësimor në arsimin parauniversitar. Në pikën 3 të asaj VKM-je përcaktoi struktura e pagës mujore që përbëhej nga paga e grupit, niveli arsimor që varionte nga 10.000 lekë deri në 14.000 lekë, shtesa për vjetërsi pune, shtesa kualifikimi dhe shtesa e pozicionit. Në këtë moment, të gjithë merrnin pagën e kategorisë në mënyrë të barabartë, pra si ata që kishin mbaruar para sistemit Bolonjës dhe si ata pas sistemit Bolonjës. Biles arsyetimi ka qenë i tillë. Sipas këtij vendimi, punonjësit aktual mësimor edukator të cilët zotërojnë diplomë të ciklit parë të studimeve bachelor ose të barazvlefshme me të, sipas legjislacionit të arsimit lartë, deri në datën 1 mars 2017, kanë përfituar pagën e grupit në masën 14.000 lekë. Këta punonjës arsimor, me një të rënd të lapsit, në qershor të vitit 2024, me një VKM numër 425 për miratimin e strukturës dhe niveleve të pagave të punonjësve arsimor dhe punonjësve tjerë jo mësimor në institucionet arsimore dhe në institucionet plotësuese të sistemit arsimor parauniversitar, ju ul kjo pagë me 4.000 lekë deri në 5.000 lekë të reja. Pra çdo mësuesi ju hoq çdo muaj 50.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që jepnin në të njëjtat klasa që kishin dhënë, jepnin me të njëjtat aftësi pedagogjike që kishin dhënë dhe trajtoheshin në mënyrë të ndryshme nga kolegët e tyre vetëm sepse kështu vendosi qeveria. Ndërkohë ligji i arsimit parauniversitar, ai që citova, e thoshte dhe ka dhe sot këtë pikë. Në nenin 72.6 kishte parashikimin dhe ka parashikimin që personeli mësimdhënës që ka përfunduar studimet universitare në ish, institutet e larta pedagogjike, diploma e përfituar e njihet si arsim i lartë 8 semestra për efekt page. Ndërkohë kishte edhe sqarimet se si ekuivalentohej me master shkencash apo me master profesional. Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar, por edhe mësuesit shqiptar, dërguan ankesa në Ministrinë e Arsimit, në asaj kohe drejtohej nga zonja Ogerta Manastirliu. Dërguan
ur komunikimi dhe me Komisionin e Edukimit, në atë kohë drejtohej nga unë. Dhe kërkuan seanca dëgjimore edhe me ministren, edhe me ata vetë, për ta zgjidhur këtë situatë që ishte krijuar, dua ta nënvizoj, ishte krijuar si vullnet i qeverisë për t'ia uhequr një të drejtë të fituar mësuesve. Nuk ishte krijuar as nga ndonjë mungesë ligji, as nga një ulje profesionalizmi e tyre, as në një rregull ndërkombëtar apo europian, por thjesht një vullnet qeveritar për t'i hequr pagesën mësuesve. Kërkesat e tyre u injoruan, protestat e tyre u injoruan. Kanë protestuar dhe para kuvendit, kanë protestuar në rrethet e tyre, kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit. Të gjitha u injoruan. Dëgjesat që bëri Komisioni i Edukimit, jo vetëm që nuk morën zgjidhje, por ministri asaj kohe, Ogerta Manastirliu, ka ardhur dhe ftoi kolegët të shikojnë procesverbalin e datës 12 nëntor 2024 të Komisionit të Edukimit dhe ka mbajtur qëndrim që ka bërë shumë mirë që ja u ka hequr pagesën e kategorisë, sepse kështu ata i barazoi me nënpunësit e administratës civile. Dhe e mbronte këtë padrejtësi ndaj mësuesve duke thënë që ne tani kemi rritur pagat mësuesve. Ndërkohë që rritja e pagave ishte totalisht në raport të zhdrejt me fuqinë blerëse që kishin mësuesët dhe me atë që në 13 vite nuk kishin marrë mësuesët nga qeveria shqiptare dhe në krahasim me atë që merrnin nuk ishte ndonjë favor i madh për mësuesët, por përsëri edhe me këtë rritje që thoshte qeveria, ata nuk kishin në mënyrë të barabartë me kolegët e tyre. Nëse një koleg i tyre që jepte në të njëjtat klasa, të njëjtën lëndë, paralele, merrte 850.000 lekë të vjetra, ai merrte ose ajo 800.000 lekë të vjetra. Pra i kishte ulur pikërisht nga pagesa e kategorisë. Kjo gjë atyre ju ndikonte jo vetëm në masën e pagës mujore, që ishte shumë e rëndësishme dhe është shumë e rëndësishme për çdo shqiptar 50.000 lekë në muaj, sidomos për mësuesët, i ndikonte drejt për drejt edhe në masën e pensionit që do të merrnit. Keni parasysh që këta janë njerëzit që janë më të vjetër në sistem, se ndaj dhe janë shkolluar para Bolonjës, shumë prej tyre mund të jenë edhe ata më me eksperiencë në sistem, dhe një pjesë e tyre edhe në prag pensionit. Dhe vitet e fundit merreshin si referent për masën e pensionit. Pra ti jo vetëm i dëmtoje në atë që merrnin në pagën që merrnin në mënyrë të përmuajshme, por i dëmton përjetësisht në masën e pensionit që u del, që më pas do të jetë pension referencial për çdo rritje, për çdo indeksim që do t'i bëhet masës pensionit. Të vënë përpara kësaj situate, Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar, me përfaqësuese kryetaren e tyre zonja Alma Lame, e mbështetur dhe nga opozita, ka shkuar në gjykatën kushtetuese për të kërkuar që VKM-ja të shfuqizojë pasi binte në kundërshtim me ligjin e arsimit parauniversitar. E nënvizoi këtë fakt për arsye sepse qeveria vazhdoi dhe insistoi, shkoi si palë kundra mësuesve në gjykatën kushtetuese, të bindur që donin t'ia merrnin me domosdoshmëri ato para mësuesve shqiptar. U zhvillua seancat dhe vendimarrja e gjykatës kushtetuese ishte 4-4. 4-4 ka qenë luksi i qeverisë dhe i mazhorancës, nuk kanë pasur ndonjëherë shqetësim me 4-4 derisa ndodhi çështja Balluku, sepse 4-4 do të thoshte që rrinin në fuqi ligjet e qeverisë, ligjet e parlamentit, VKM-t e qeverisë dhe ishit shumë të lumtur. Dhe në këtë rast, po ashtu ishit shumë të lumtur që e fituat betejën kundër mësuesve dhe qëndronte në fuqi VKM-ja juaj. Në arsyetimin e gjykatës kushtetuese, ata i ftonin mësuesit që të advokonin tek ligjvënësi, në rastin ton, tek ne, për të ndryshuar ligjin e arsimit të lartë dhe për të lejuar ata që jo vetëm diploma e tyre të ishte e barazvlefshme me sistemin pas Bolonjës, por dhe të kishin mundësi që të avanconin në karrierën e tyre dhe të trajtoheshin nga sistemi në mënyrë të barabartë. Pikërisht këtë rrugë zgjodhën
dhe në konsultim me mua kemi ardhur në këtë projekt ligj. Ky projekt ligj ndryshon vetëm një nen në ligjin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në Republikën e Shqipërisë, nenin 124 pas pikës 4 shtohet pika 4 fraksion 1. Me përmbajtjen që po ja u citoj, personat e diplomuar në programe studimit të përfunduar para përshtatjes tyre sipas parimit Bolonjës trajtohen nga ana administrative financiare sipas nivelit të diplomës që kanë pasur para hyrjes fuqit të këtij ligji. Kjo përfshin diplomat e programeve 3 vjeçare 6 semestra që njihen bachelor dhe master profesional me 60 apo 90 kredite, të cilat vazhdojnë të njihen dhe të trajtohen si diplomat nivelit 2 për qëllime klasifikimi, pagese dhe avancimi në karrierë. Kjo në fakt do ta zgjidhte përfundimisht dhe ndaj është zgjedhur nga vetë mësuesit, nga sindikata e tyre që t'ishte ligji i arsimit lartë, sepse do ta zgjidhte përfundimisht një çështje të krijuar jo për fajin e tyre. Në Shqipëri ai ka qenë sistemi arsimor. Ato kanë qenë kurikulat më të avancuara për kohën sipas sistemit para Bolonjës. Dhe nuk mundesh që mësuesit të shikohen si të ndryshëm, jo për fajin e tyre, sikur nuk kanë përfunduar ciklet e plota, ndërkohë që kanë marrë arsimin më të mirë për kohën, arsimin e lartë për kohën. Në këtë aspekt, ne mendojmë dhe gjykojmë që duke u rregulluar ky ligj, ata që sot janë të privuar nga trajtimi financiar dhe avancimi në karrierë, të kenë mundësi të trajtohen njësoj si kolegët e tyre. Në këtë mënyrë ne do të adresonim një shqetësim të drejtë për drejtë të mësuesve, që nuk janë pak, por janë 1/3 e atyre që janë në sistemin parauniversitar, duke marrë parasysh që bëhet fjalë për rreth 30.000 mësues dhe janë 11.172 të prekur nga pagesa e kategorisë. Në këtë mënyrë, ne do të vlerësonim eksperiencën e tyre gjatë në edukimin e brezave, kontributin tyre të çmuar profesional në sistemin arsimor dhe do të garantonim që ata të trajtoheshin në mënyrë të barabartë, në mënyrë jo diskriminuese, në mënyrë meritokratike dhe të kishin mundësi që të kontribuonin në sistem me dinjitetin që i takon. Keni parasysh që në të kundërt, nëse ndërhyet ashtu siç parashikon nisma paralele e zonjës Kushi, dhe këtu më lejoni që të ndalem disa sekonda, grupi i Partisë Socialiste, me sa duket, ka marrë vendim që nuk do të miratoj asnjë nismë të opozitës, çfarë do lloj nisme që të sjellë opozita. Dhe këtë ma pohoi me gojen e tij kryetari i Komisionit Ligjeve, të cilën e vlerësoj shumë fakt për sinqeritetin, se ishte i vetmi që u tregua i sinqert. Dhe tha nuk kemi nevojë dhe nuk lejoj në fakt nevojë, unë u revoltova pse nuk lejoj që të kishte nevojë për një debat në Komisionin e Ligjeve, tha s'kemi nevojë për debat, sepse projekt ligji është shumë i mirë, por ne do ta bëjmë vetë. Dhe kishte atë sinqeriteti në fakt që e dëmton parlamentarizmin, sepse s'ka kuptim parlamentarizmi që ligjet i bëj vetëm majoranca, se ç'kuptim ka e drejta e deputetit për të propozuar ligje, po të paktën nuk kishte hipokrizin e kolegeve Manastirliu, Kushi, të cilat munduan të shpiknin çdo lloj gjëje për të thënë që nuk vlen ky projekt ligj dhe binin kundërshtim fjalia e parë me fjalinë e dytë në ato që thonin, e si përfundim rezultati ishte i njëjtë me Komisionin e Ligjeve, po nivelet e sinqeritetit ishin të ndryshme. Kështu që në këtë aspekt mos keni asnjë kompleks se votoni një projekt ligj të deputetëve të opozitës, sepse është një projekt ligj që i shërben mësuesve, është një projekt ligj që i shërben sistemit arsimor, i shërben dhe fëmijëve, sepse mësues më të motivuar, mësues me trajtim financiar më dinjitos, janë mësues që krijojnë dhe një klimë më të mirë, më motivuese për nxënësit shqiptar. Qofse ju sot jeni në kushtet që jeni tërhequr dhe doni që atë vendim që keni bërë vetë ta ndryshoni, po ju vetë, përsëri është meritë e mësuesve
përsëri është merit e opozitës se ju ja hoqët. Ju po të doni të mirën e tyre, ne nuk ishim në këtë situatë ku të kishim bërë protesta, kërkesa, gjykat kushtetuese dhe sot projekt ligj vetëm e vetëm për vullnetin tuaj, për t'ju hequr një të drejtë të fituar mësuesve. Për ta mbyllur prezantimin, dua t'ju them me bindje plot se projekt ligji i propozuar synon mishërimin dhe të atyre parimeve të kushtetutës së një shteti të së drejtës dhe të sigurisë juridike, duke siguruar moscënimin e të drejtave të fituara nga profesionistët e sistemit parauniversitar. Sepse ata profesionistë do të marrin një gjë që e kishin, një betejë e fituar dhe do t'ishte në dinjitetin tuaj, jo vetëm që ta votoni, por që të përgatisnit edhe VKM që të përcaktonte që këto periudhë që ata nuk e kanë marrë pagesën e kategorisë nga qershori e deri tani të keni mundësi që t'ja u ripaguani, që mos mbajnë ata kostot e vendimarjeve tuaja të pa konsultuara, e vendimarjeve tuaja antimësues dhe vendimarjeve tuaja që nuk i kanë shërbyer kur sistemit arsimor në Shqipëri. Është rasti që të mbani një qëndrim duke filluar që sot duke votuar pro mësuesve. Nuk votoni pro meje, votoni pro mësuesve, votoni pro një sistemi arsimor që i shërben më me dinjitet mësuesve më të vjetër në sistem. Shumë faleminderit.